Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftoi të hënën heqjen e tarifave roaming të komunikimeve të lëvizshme mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian vitin e ardhshëm. Një vendim i tillë do të nënkuptonte mundësinë që abonentët e shërbimeve celulare në Shqipëri të përdornin numrat e tyre në vendet e Bashkimit Evropian me të njëjta tarifa si në Shqipëri. Në 2023 këtu në Tiranë ne arritëm një marrëveshje me shumë të rëndësishme me operatorët. Juve ju kujtohet kjo, vitin që do të vi, ne do të heqim të gjitha tarifat e roamit midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Dhe kjo është shumë e mirë për bizneset, është shumë e mirë për turizmin dhe veçanërisht është e mirë që t'i sjellim popujt tanë dhe njerëzit tanë së bashku. Aktualisht tarifat roaming mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian nuk janë ligjërisht të rregulluara, por që prej vitit 2023 me ndërmjetësimin e Komisionit Evropian, 38 operatorë të shërbimeve celular të Bashkimit Evropian dhe rajonit të Ballkanit Perëndimor arritën një marrëveshje për uljen e tarifave roaming të internetit. Nga 2 operatorët celular shqiptar, vetëm One Albania u bë pjesë e marrëveshjes, por sidoqoftë edhe Vodafone Albania ofron tarifa të ngjashme preferenciale për përdorimin e shërbimeve të kompanive të tjera të grupit Vodafone në BE. Konkretisht, operatorët që u bën pjesë e marrëveshjes ranë dakord për vendosjen në një niveli maksimal të çmimit të shitjes me pakicë 18 euro gigabajt, duke filluar nga 1 tetori 2023. 14 euro gigabajt duke filluar nga viti 2026 dhe 9 euro gigabajt duke filluar nga viti 2028. Aktualisht tarifa bazë e internetit në roaming në zonën 1 ku përfshihen shumica operatorëve nga vendet e BE-s është 2.4 lek megabajt nga 40 deri 60 lek për megabajt që ishte parahyrjes në fuqi të marrëveshjes. Marrëveshja parashikon gjithsesi një ulje të mëtejshme të çmimit të internetit në 14 euro gigabajt duke filluar nga viti 2026.